أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد. Derisa kalu fillu me fol rreth ose me lezu fatvat e dietarëve rreth syfyrit dhe iftarit. Pra rreth vlerës së syfyrit, iftarit edhe dhe disa rregulla apo andabe që kanë bënë me syfyrin dhe iftarin. Edhe prej sot inshallah do të vazhdojmë me lezu fatvat e dietarëve rreth kohës së syfyrit, kohës të imsakut dhe kohës të iftarit. Kur është koha e tyre? Komisioni për hershëm për veto është pyet, ka thonë, nëse mundi me na dhënë dobi dhe me na tregu kur është koha e imsakut edhe kur është koha e iftarit, sa i përket neve si musliman. Edhe ata janë përgjigj në mënyrë përgjithshme, edhe kanë filluar me dhënë përgjigjen për kohën kur hyn koha e Ramazanit edhe kur del, po këtë fatva aty në rreth kësaj na kemi lexuar derisa të kaluam, kur kemi folur këto çështje. Kështu që po kalojmë vetëm te pjesa e fundit të përgjigjes, po ata kanë thënë se sa i përket fillimit të agjerimit dhe përfundimit të tina çdo ditë, atëherë thotë këto ka sqaruar Allah subhanahu taala me fjalët e tina ku ka thënë: "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswadi min al-fajr, thumma atimmu as-siyama ila al-layl." Hani dhe pini derisa dallohet pari barku pari zinë agim. Thotë pastaj vazhdoni agjerimin, plotsoni deri në natën, pra kur perëndon dielli. Thotë edhe kjo ajet është gjithë përfshirëse. I përfshir gjithë musliman në çdo vend edhe në çdo shtet. Pra çdo musliman ku dallohet nata prej ditës hyn në këtë dispozitë që Allah subhanahu taala ka vendosur në këtë ajet. Pastaj një pyetje gjatë ju ka bërë komisionit për hershëm për fatva, ka thënë që unë kam lexuar në Tafsirul Manar të dietarit Rashid Ridha, pra në vëllimin e parë, e thotë që ai ka thënë atë se muslimani do të me bajmë sak, pra me ndal për ushqimet edhe pijes, para se me hyj agimi 20 minuta. Sot edhe këto ka quajtur si imsak, arabisht i quhet ihtiyat, pra më i sigurt. Me qenë më i sigurt që nuk ka hyj, do thot më i sigurt që mos me hangar pasi që të hyn koha agimit, me lan janë 20 minuta para se me hyj koha sabahit. Edhe pyetja është thotë se cila është ajo koha që dohet të jetë mes imsakut edhe zanit të agimit në Ramazan. Pastaj vazhdon pyetja thotë se është dispozita aparati i cili e dëgjon muezinin që thotë as-salatu khairun min an-nawm, pra në zan namazi është më i mirë se sa gjumi. Thotë edhe kë han edhe pin për arsye se nuk e ka dëgjuar zanin më herët, mirë po e dëgjon vetëm në këtë pjesë të zanit. Gjithashtu thotë cila është dispozita aparati i cili e dëgjon muezinin duke thirrë azanin për sabah, mirë po kjo vazhdon me hangër edhe me pi. A pranohet agjerimi i tij apo jo? Atë disa prej njerëzve ulën, do thotë bojnë muhabet, rrin, luajnë letra, pinë cigare, e kështu me radhë deri në kohën e ezanit. Thotë edhe kur t'ia nis ezani me thirrë ai çohet edhe pin ujë. Edhe thotë argumentohet me këto që lejohet, se thotë më kanë tregu disa pitrive që edhe pse e dëgjon ezanin tem, pra kjo është muezin që e bën këtë pyetje, thotë ai vazhdon me hangër edhe me pi derisa të përfundon ezani. Thotë cila është dispozita për atë i cili e vepron këto qëllimisht. Atëherë komisioni është përgjigj ka thonë origjina apo esenca sa i përket imsakut, pra ndërprerjes të ushqimit edhe pijes. Për agjerusin edhe iftarin janë fjalët e Allah subhanahu taala që i lexuam më herët. Po Allah subhanahu taala kuptimi i tyre është që thotë hani dhe pini derisa dallohet peri bat peri zi në agim. Pastaj thotë plasoni agjerimin natën, pra derisa të hyn vjen nata. Po ai i cili han edhe pin, pra me hangër edhe me pi derisa tagon, pra del agimi, se kjo është thotë ai peri bar që Allah subhanahu taala ka përmend këtë ajet, thotë këto Allah subhanahu taala po tregon që përfundimi i lejimit me të hangërës edhe të pijes edhe ushqimit përgjithësi është kur njeriu të i bëhet e qartë që do thotë ka hy agimi i dytë, pra agimi i vërtet. Thotë kur të hyn kjo, atëherë thotë njeriu të i bëhet haram, e ka ndaluar me hangër edhe me pi, edhe me bëj gjëra të tjera të cilat janë për gjërave që e prishin agjerimin. Thotë ai i cili han ose pin ujë, duke dëgjuar ezanin e
agimit, pra sabahit, thot nëse ezani muezini e thirr pasi që të hyn koha e agimit dytë, pra agimit vërtet, thot atëherë ky e ka obligim me bë kaza këtë ditë. E ka obligim me bë kaza këtë ditë, nëse do thot muezini e thirr ezanin pasi që hyn koha e agimit dytë. A nëse thot e thirr ezanin muezini, pra para se me hy koha e agimit, atëherë thot ky nuk ka obligim me bë kaza ditë. A Sheikh Uthaymin është pyet, ka thonë si është dispozita ose vendimi për ata të cilët në Ramazan e thirrën ezanin e sabahit pak më herët. Po nuk e thirrën tamam kur hyn koha e sabahit, mirë po e thirrën më herët. Ata është përgjigj, ka thonë ata të cilët e thirrën ezanin më herët gjatë ditëve të agjerimit të Ramazanit, thotë ata pretendojnë që në këtë mënyrë ata po e sigurojnë agjerimin e tyre. Thotë mirë po, ata thotë kanë gabuar nga dy aspekte. Ose janë gabimtar thot për dy arsye. E para është se kjo ihtiyade që quhet arabisht, pra siguria që shkan thonë këta, thot është në adhurimin, e thot adhurimi do të bëhet ashtu siç e ka lejuar Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberi i tij. Kjo thot është siguria për adhurimin tonë. Po çdo që pretendohet se është më i sigurt për adhurimin tonë, kjo nuk pranohet te Allah subhanahu wa taala si sigurimi i adhurimit tonë. Thotë Allah subhanahu wa taala ka thonë kulu washrabu hatta, ose jo, vërtet pejgamberi sa ka thonë kulu washrabu hatta yu'adhina ibn Maktum. Hanë dhe pini derisa të thratë ezanin ibn Maktumi. Fa innahu la yu'adhinu hatta yatla'u al-fajr. Për arsye thotë pejgamberi sa ai nuk e thirr ezanin derisa të fillon me dal agimi. Pra këto pejgamberi sa nuk ka thonë që ai e thirr ezanin deri pak para afër agimit. Mirë po ka thonë që ai nuk e thirr ezanin derisa del agimi. Pra kur fillon me dal agimi, me agu dita, atëherë ai e thirr ezanin. Pra thot ihtiyati apo siguria për muezinan këtë rast është me vepru sipas këtij hadithi të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ata mos me thirr ezanin derisa të fillon me agu dita. Sot arsyeja e dytë pse kanë gabuar këta është se ata kur të thirrën ezanin për sabah, për namazin e sabahit para se me hyn vërtet agimi, pra para se me dal vërtet agimi, atëherë thot kjo është një gjë e pasaktë dhe gjithashtu është gjë rrezikshme. Por arsye se thot ata pastaj tregojnë neglizhent ndaj një gjëje që e kanë obligim. Ajo është thot më kanë sigurt që ka hyrë koha e sabahit. Pra nuk e lejohet njeriu të thirrë ezanin pa u siguruar që ka hyrë koha e sabahit. Prandaj thot nëse ata thirrën ezanin para se me hyrë koha e sabahit, ata njerëz kanë mu fal para kohës së sabahit. Sidomos ata të cilët nuk falin xhamia, që janë gratë, apo ata të cilët kanë arsye shariatike mos më dalin mu fal me xhamat, e kështu me radhë. Thot në këtë mënyrë ata thotë kanë humbur një prej obligimeve të mëdha, bile thot kjo është rrezik i madh për arsye se namazi para kohës së nuk pranohet te Allah subhanahu wa taala. Kështu që ata do thotë vendosin njerëz para një rreziku shumë të madh që namazi i tyre mos më pranohet te Allahu subhanahu wa taala. Thot për këtë arsye këshilla ime për gjithë vëllezërit e mi muezina është që ata mos të thrasin ezanin vetë se pasi që t'ju bëhet e qartë që ka hyrë koha e sabahit. Pra me pas qartë, me pa me sytë e tyre që vërtet ka hyrë koha e sabahit. Nëse thot atyre ju bëhet e qartë që ka hyrë koha e sabahit, pavarësisht e arrin me ditë këto përmes shikimit tyre, apo thot arrin me ditë këto përmes llogaritjeve të sakta që ka hyrë koha e sabahit, thot atëherë atyre ju lejohet me thirrë ezanin. Si përfundim thot njeriu do të jetë i gatshëm për imsak, pa për me lënë ushqimin edhe pijen para agimit. Pa për dallim thot pi disa njerëzve të cilët nuk hajnë edhe nuk hyjnë derisa afrohet shumë koha e hyrjes së sabahit ose agimit. E thotë kur të afrohet shumë ata shohin hajnë edhe pinë, e thotë kjo është keq kuptim i fjalës të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur ka thonë do thotë që më shty syfyrin deri në fund kohës tina. Thot qëllimi i fjalës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është ti me kanë i gatshëm që me lën syfyrin, do thot aty kur është tamam koha tina. Jo më shty syfyrin shumë tak pak para se me përfundu koha më quhet edhe pa hangër, se kjo nuk është kuptimi i fjalës të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po qëllimi i fjalës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është ti më quh në kohë kur ki kohë të bollshme për me hangër dhe me pi, do thot shlir. Pa ungut. E pastaj thot me vazhdu me hangër dhe pi deri në fund kohës syfyrit. Kjo është thot qëllimi i fjalëve të
pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo që kanë keq kuptuar disa prej njerëzve. Gjithashtu Sheikh Uthaymin, Allahu e mëshiroft, është pyet, a i lejohet njeriu të me hangër dhe me pi nëse është duke dëgjuar ezanin e sabahit që po thirrët. Atëherë thot, është përgjigj ka thonë, nëse muezini nuk thirr ndryshe veç se pasi që të hyn koha e sabahit, atëherë thot njeriu nuk i lejohet me hangër dhe me pi. Pra në momentin që e ndëgjon ezanin, ai duhet mund dal prej ngrënies së pijes. Thot kështu ka thonë Allahu subhanahu wa taala. Pra ajetin kuptim hanë dhe pini derisa dallohet për i barë për i zinë agim. Edhe thot pejgamberi sa sam gjithashtu ka thonë, inna Bilalin ju edhinu bilejlin, fekulu vëshrëbu hatta ju edhine ibn Mektum. Bilali thirr ezanin natën, kurse Johani dhe pini derisa të thirr ezanin ibn Mektumi, sepse thot, fe innehu la ju edhinu hatta jatlu al-fajr. Sepse thot ai nuk e thirr ezanin derisa të hyn agimi. Pra nëse muezini e thirr ezanin pasi që të hyn agimi, atë ty nuk lejohet me hangër dhe me pi nëse e dëgjon ezanin. Pra në moment dohet me ndërprej. Mirë po thotë se muezini është për atyre të cilët e thirrën ezanin, mirë po thirrën ezanin vetëm duke mos qenë bindur që ka hi koha sabahit. Pra mendojnë që ka hi koha sabahit, ose mbështeten takvim. Pa nuk janë për atyre të cilët e thirrën ezanin pasi që vërtetohet që ka hi koha sabahit. Atëherë thotë, pra nuk është ky për aty në persona që dalë edhe këshyra ka hi koha sabahit apo jo, pastaj me thirrë ezanin. Atëherë thot, më e sigurt për këtë person është që mos me hangër edhe pasi që ka filluar thirrja e ezanit. Mos me hangër, do të më ndërprej ushimin pasi që ka filluar koha ose thirrja e ezanit. Mirë po thot, me prej edhe me vendos që nuk lejohet kurse pra për në rastin kur muezini nuk është i sigurt ose nuk e ka vërtetuar që ka hi koha sabahit dhe thirr ezanin, thot unë nuk muj me vendos mirë të prerë që nuk lejohet me hangër dhe me pi. Ose me thonë që ai cili han edhe pin agjërimit tjena ju ka prish, edhe ka obligim me bë kaza mas Ramazanit. Për arsye se thonë këtë rast ky personi ende nuk e ka bë e qartë që ka hy koha e sabahit. Mirë po thot prapë se prapë më e sigurta është që me ndërprej ushimin e pijen atëherë kur e dëgjon ezanin e sabahit që po thirrët. Komisioni për hershëm për fatva është pyetur, ka thonë nëse unë e kam bën niyet me agjëru, mirë po thot nuk ka pas mundësi mu qu pra prej gjumit, mu zhu prej gjumit derisa ka thirrë ezani i dytë. Pra kjo është pyetja ku në ato vende ku thirrën dy ezana, pra një ezan i cili thirrët për mu qun syfir, por ezani tjetër thirrët për me ndërprej syfirin. Thotë nuk kam pas mundësi mu zhu vetëse pasi që ka thirrë ezani i dytë. Atëherë thot, am lejohet mu me hangër dhe me pi pas ezanit, thot duke ditur që qëllimi i këtij agjërimit është do thotë e komboniat me agjëru nafile. To nuk është pyetja për Ramazan, po për nafile. Ata janë përgjigj kanë thonë se është gjendja ashtu që ti po e përshkruan. Edhe thotë nëse ti ke hangër pas ezanit, ke hangër dhe ke pi, atëherë thotë edhe nëse agjërimi i yt është nafile, ty thotë ai agjërim nuk pranohet, Allah subhanahu taala tu ka prish. Po nëse ti ke hangër dhe ke pi pasi që ka thirrë ezani i dytë, edhe do thotë ezani i dytë o thirr me kohë, nëse han edhe pin pasi që thirrët ezani, atëherë edhe pse është agjërim nafile, ai agjërim nuk pranohet, Allah subhanahu taala tu ka prish. Mirë po thotë nëse nuk ke hangër, nuk e pi, atëherë agjërimi të pranohet për arsye se ti ke bën jetë gjatë natës që me agjëru ditën e nesërme. Sheikh Ibn Bazi, Allahu mëshiroft, shpirt ka thonë, kemi obligim ne që me ndërprej ushimin syfir, pra të ushqyren syfir, momentin kur fillon me thirr ezani i sabahit. Apo thot na lejohet me hangër dhe me pi derisa të përfundon muezini ezan. Edhe ai është përgjigj ka thonë, nëse muezini është i njohur që ai ezani nuk e thirr veç se pasi që të hyn koha e sabahit, atëherë thotë ti e ke obligim me ndërprej ushqimin, ngrërjen, pirjen edhe gjitha gjërat tjera, cilat e prishin agjërimin. Pra në momentin që fillon ezani, e ke të obliguar obligative për ty është që më ndërprej. Thotë, nëse ai e thirr ezanin vetëm me dhann, do thotë me mendjen e tij, duke menduar që ka hyrë koha sabahit. Pra nuk është për atyre që e shëgimin a ka hyrë apo jo, mirë po vetëm ja merr mendja që ka hyrë. Apo thotë duke u mbështetur në takvim, atëherë thotë ti nuk ka gajle nëse han edhe pin gjatë kohës të ezanit. Nuk ka gajle nëse han edhe pin gjatë kohës të ezanit. Thotë se pejgamberi sa ka thonë që Bilali gjithmonë e thirr ezanin natën, kurse Johan e pini derisa të thirr
ezanin Ibn Ummi Mektumi. Thot edhe transmetuesi në fund hadithit thot që Ibn Ummi Mektumi ka qenë njeri i verbër. Thot edhe nuk e ka thirrë ezanin derisa njerëzit i ka thënë që ka hyrë agimi. To filloi agimit të çuthirë ezanin. Mirë po thot më e sigurta për besimtarin edhe besimtarën është që mu mundu me ndërpresë fyrin para agimit, pra pas se me hy koha agimit, duke vepruar me fjalët e pejgamberit sa da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Le ato në cilën ki dyshim, edhe kapo edhe vepro me ato në cilën nuk i kur fal dyshimi. Sot edhe pejgamberi sa ka thënë me një të ka shubuhati, fa ka distabra li dinihi wa irdihi. Ai i cili ruaj gjërave dyshimta, thotë e ka pastru ose e ka ruajt fenë e tina dhe nderin e tina. Mirë po thotë nëse është e njohur që muezini thirr natën me qëllim që mi zgjuan njerëz pe xhumit, pra afër syfyrit, afër agimit, që ata do thotë mu zgjua dhe me hangër syfyr, atëherë thotë këto nuk ka kur fat keqe me hangër gjatë këtij ezani, se thotë kështu ka vepruar Bilali. Po ai ka thirr njerëz, e ka thirr ezanin në mënyrë që njerëz mu zgjua dhe me hangër, do thotë me hangër syfyr. Pastaj Ibn Gjibrini, Allahu mëshiroft të shpit, ka thonë nëse është afru agimi, pra koha sabahit në Ramazan, edhe unë kam obligim me bë gusl për gjunublak. Mirë po thot nuk mjafton koha edhe për gusl edhe me hangër syfyr, me hangër ushimin e syfyrit. Ta ta mi dhon përparësi guslit, e në këtë mënyrë thot mu mik syfyri, apo thot me hangër syfyr e pastaj mu la pasi që të hin koha sabahit. Dhe ai është përgjigj ka thonë që më mirë për ty në këtë rast është që ti mi dhon përparësi syfyrit. Pra s'pari me hangër syfyrin, me hangër me pije, gjëra tjera, pra se pejgamberi sa ka thonë, të sahharu fa inna fi sahuri barak. Zhanin syfyr me hangër, pra ushqim për arsye se aty ka bereqet. Thotë edhe te avonon guslin për gjunublak. Pra arsye se thotë koha e lamjes, pra me bë gusl për gjunublak, është e gjerë. Pra prej kohës kur të hyn agimi, edhe deri sa të lind dielli ti mund të shkur do që mu la pasaj me fal, do thot sabahin. Nëse dikush thot lahet, pasi që ka hy koha dita e agjerimit, lahet edhe falja, thot kjo nuk e dëmton asgjë agjerimin e tina. Se thot Aisha radiallahu anha tregon, edhe Ummu Salama gjithashtu tregojnë radiallahu anhuma se thonë anna Rasulullahi kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junub min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Pra hadithi është muttafaqun alayh. Po që pejgamberi sa son ndonjëherë e zinte agimi, pra koha sabahit, edhe ai ka qenë junub, u bë junub me familjen e tina, pra me gratë e tina. Thotë edhe pastaj pejgamberi sa është la dhe ka fal sabahit. Po kjo tregon që me nzon sabahit duke qenë junub, kjo nuk e dëmton asgjë agjerimin ton. Prej pyetjeve që kanë drejtuar Komisioni për hershëm për fatva, ka thonë që në një ditë apo në natë prej natëve të Ramazanit kaluar, thotë ne nuk kemi zgjuar për syfyr, vetëm se pas ezanit për disa çaste, para ezanit për disa çaste, para se me fillu ezani sabahit, jemi zgjuar për disa minuta më herët. Thotë edhe pasi që kemi përgatitur syfyrin edhe jemi bë gati me hangër, thotë muezini veç se ka fillu ezani. Mirë po thotë ne kemi hangër dhe kemi pi. Derisa dini gati, thotë e ka përfundu ezanin. Kjo është kjo pyetje është thar gjithsesi në Arabi Saudite. Se ezani e zgjasin shumë. Kurse te ne me hangër gjatë ezanit nuk vjen me hangër as dy kafshata, ai shpesh e thirrën ezanin. Mirë po ai do thotë ka arrit me hangër dhe me pi edhe me kry, do thotë me përmbush nevojën e tij në ushqimit, derisa është afru përfundimi i ezanit. Thotë edhe pyetja ime është, a kam gjuna unë nëse kam hangër gjatë ezanit, apo dhe a kam obligim me bë kaza a ditë? Sepse thotë i kam dëgjuar disa prej muhaddithinëve, pra njerëzve dietarët hadithe që kanë thënë që njeriu të lejohet me hangër dhe me pi derisa të bëhet e qartë për i barpi për i gëzi. Edhe thonë nëse ti ke hangër në këtë rast, para se më të bëhet qartë për i barpi për i gëzi, pra agimi, atëherë thotë nuk ka kur fat keq edhe nuk i obligim me bë kaza a ditë. Ata janë përgjigj ka thonë nëse rasti është ashtu që ke përmend ti, pra nuk e ke ditë që ka hyrë koha e agimit. Edhe ke hangër dhe ke pi, nuk ka bëhet qartë që ka hyrë koha e agimit. Ti ke hangër dhe ke pi, edhe pse ka thirrë ezani, thotë atëherë agjërimi yt është i saktë. Por arsye se vetë esenca është që nata
ende ka pas natë aty. Po gjithmonë esenca është që nata ose parimi është që nata mbetet në esencën e saj. Pra mbetet natë derisa ty të bëhet e qartë që ka hija agimi. Mirë po thot në të ardhmen nuk lejo aty, do thot që syfyri jot ose ushqimin i syfyrit ton me hangër, do thot gjatë ezanit. Thot këto do thot bëne si sigurim për fen tonë. Po me kon më i sigurt që mos me hangër dhe mos me pi pasi që të thirr ezani. Kjo është më e sigurt për fen tonë. Edhe thot kështu, edhe është më e sigurt thot për agjerimin ton, që nuk tu ka frish. Pastaj një pyetje tjetër i ka drejtuar Shehim bin Bazit, Allahu mëshiroft, ka thonë se është dispozita sheriatike për agjerimin e atij i cili ka hangër edhe ka pi pasi që ka dëgjuar ezanin e sabahit. Edhe është përgjigj ka thonë që obligim për çdo musliman është ose për çdo besimtar që mund dal prej gjërave që e prishin agjerimin, pra ushqim, pije dhe tjera, kur t'i bëhet e qartë që ka hyrë agimi. Pa thot qëllimi për këtë është nëse agjerimi është farz, që është agjerimi i Ramazanit apo agjerimi i kafaretit, pa shpagimit apo agjerimi i zotimit e kështu me radhë. Edhe lexon ajetën e surës Bakara që e lexuam më herët. Pra që Allah subhanahu wa taala sqaron që muslimani do të më hangër dhe me pi derisa t'i bëhet e qartë për i barbi për i zinë, nangim. Thot, nëse e dëgjon ezanin edhe din që muezini thirr vetëm kur të hyn koha e sabahit, po jo më herët. Muezini është i sigurt, është besnik, që e thirr ezanin mbas i hyn koha e sabahit, atëherë thot e ke obligim ti që me ndërprej ushqimin. E thot nëse muezini e thirr ezanin para kohës së sabahit, po ç'është ndodhur tek ne? Që muezini e thirr ezanin para se me hyn koha e sabahit, atëherë thot ti nuk e ke obligim të ndal pi ushqimet dhe pjesë. Mirë po thot e ke lejuar me hangër dhe me pi derisa të bëhet e qartë agimi. Pra derisa të bëhet e qartë që ka hyrë agimi. E në thot nëse ti nuk e din gjendjen e muezinit, pra nuk e din a është njëri i sakt besnik që e thirr ezanin tamam kur hyn koha e sabahit apo është e kundërta, thot që e thirr ezanin para se me hyn koha e sabahit, atëherë thot më primare dhe më e sigurt për ty është që ti me ndërprej ushqimin kur të fillon ezani. Mirë po thot nëse dikush han edhe pin gjatë kohës të ezanit, gjatë kohës kur thirret ezanit, derisa gjendja është e tillë, por nuk e din gjendjen e muezinit, atëherë thot i lejohet edhe kjo nuk e dëmton asgjë agjerimin e tij. Thot pastaj mirë po thot është e ditur që ai i cili jeton brenda qytetit, në cilën do thot është i ndryshuar me drita, do thot ka me drita elektrike, do thot përmes rrymës elektrike ashtu më radh, thot ky njeri nuk ka mundësi me ditë kur hyn koha e sabahit me shikimin e tij të lirë. Mirë po thot personi i tillë, pra nëse është jeton në një vend të tillë, po ka ndryshim të madh në atë shtet, nuk ka mundësi kurse se me ditë përmes shikimit të lirë kur hyn koha e agimit, thot kë thot vepron sipas sezonit apo sipas takvimit, cilat thot e përcaktojnë hyrjen e agimit me orë dhe me minuta. Mirë po thot këto e merr vetëm ajo që është më e sigurta. Thot e merr atë që është më e sigurta për këtyre gjërave. Thot kjo bëhet duke vepruar me fjalët e pejgamberit sa që ka thonë da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Le atë që dyshon, edhe ka po dhe vepron me atë që nuk e kurfar dyshimi, po ai i sigurt. Edhe prapë përmana hadithin e pejgamberit sa që tha menit të ka shubuhati faqad istabra li dinihi wa irdihi. Ai i cili ruhet dyshimeve, gjërave të paqarta që janë dyshimta, kjo ka siguruar ose ka ruajt fenë e tij edhe nderin e tij. Gjithashtu Sheikh Uthaymin është pyet me pyetje ngjashme, ka thonë shumë për njerëzve hajnë edhe pinë gjatë ezanit derisa të përfundon ezani. Atëherë cili është vendimi i këtij ushqimi? Nëse do thotë njeriu han edhe pin derisa të thirrë ezani duke qenë do thotë në Ramazan. Atëherë Sheikh Uthaymin ka thonë që ky ushqim i cili hahet gjatë ezanit, nëse thot muezini është e sigurt, ose do thot muezini është e sigurt që nuk thirr ndryshe vetëm se pasi që të hyn koha e sabahit, atëherë thot është obligim për muslimanin që do thot mund ndërprej ushqimin edhe pijen me dëgjimin e këtij ezani. Edhe përmend hadithin e pejgamberit sa që e cekon më lart. Thot nëse muezini thot ende
nuk është i bindur që ka hyrë koha sabahit, atëherë thot më mirë, edhe më primare për besimtarin është që mos me hangër dhe mos me pikë kur të dëgjon, do thotë ezanin. Thot edhe pse i lejohet muslimanit me hangër dhe me pi derisa do thotë i bëhet e qartë që ka hyrë agimi i vërtet. Sepse thotë esenca është që ende ka natë. Pa esenca është që ende ka mbet nata. Mirë po thotë prapë se prapë më e mira për muslimanin është me pas ihtiyat. Pra me siguru jetën e tina që mos me prish agjërimin e tina edhe çka momente që e nin ezanin, pra me ndërprej ushqimin edhe pijen. Pastaj një pyetje tjetër i ka ndërtuar Sheikh Uthaymin, ka thonë e ngjashme pa me këtë, a është i detyruar agjëruesi që me ndërprej ushqimin edhe pijen në momente që e dëgjon ezanin, apo i lejohet me hangër edhe pije derisa ndërprehet ose të përfundoj ezanin. E thotë që përgjigjja jonë për këtë pyetje është se ne i themi këtij pyetësi që Allah subhanahu wa taala nuk e ka vendosur dispozitën e imsakut, pra ndërprerjes ushqimeve të pijes, nuk e ka kurzu me ezanin. Mirë po gjithmonë thotë e ka rendit këto ose do thotë e ka kurzu me daljen apo daljen e agimit vërtet. Pa agimi që është i vërtet. Prandaj thotë në momentin që ti e sheh që ka agu dita, atë thotë te ke obligim që me ndërprej ushqimin dhe pijen. Pavarësisht thotë a dëgjon ezanin apo nuk e dëgjon ezanin. E nëse thotë ende nuk ka agu dita, atëherë thotë ti nuk e ke obligim me ndërprej ushqimin. Pavarësisht thotë a dëgjon ezanin apo nuk e dëgjon ezanin. Nëse ende nuk ka filluar me agu dita, ti se ke obligim me ndërprej ushqimin. Nuk e ke obligim. Po se Allah subhanahu wa taala kështu ka thonë, hani dhe pini, pa derisa i të bëhet e qartë agimi, per i bashkë për i zi. E thot fjalët e Allah subhanahu wa taala hatta yatabayyana lakum, derisa juve t'ju bëhet e qartë, thot është argument që njeriu i lejohet me hangër dhe me pi, nëse dyshon a ka hyrë agimi, pra a ka filluar agimi ditës apo jo. Nëse ti je në dyshim, a ka filluar agimi apo jo, ti e ke të lejuar me hangër dhe me pi. Për arsye se thot esenca është që nata ende ka mbet. Thotë derisa kjo është esenca, atëherë thot nuk do të më largu prej kësaj esence veç se me bindje. E pra kjo bindje është kur ti bindesh që ka hyrë agimi. Po përderisa ti dyshon a ka hyrë agimi apo jo, ty të lejohet me hangër. Thotë nëse mirë po thotë nëse njeriu e din që muezini i cili e thirr ezanin nuk e thirr ndryshe vetëm pse pasi që të hyn agimi, atëherë thotë ka obligim që njeriu në momente që e dëgjon ezanin me ndërprej ngrënien edhe pijen. Pra nëse thotë se kështu ka thonë pejgamberi sa son, pra e sjell hadithin e mëhershëm që e përmendëm, që ka thonë hanë dhe pini derisa të thirr ezanin Ibn Umaytumi, se sa ai nuk e thirr ezanin veç se pasi që të hyn agimi. Pra këtu në këtë rast pejgamberi sa son e ka ndërlidh dispozitën e syfyrit me ezanin. Kjo është kur je i sigurt që muezini e thirr ezanin në kohën e tina. Pa tamam kur të hyn agimi. Pas sipas saj thotë e kuptuam që nëse muezini është i kujdesshëm, do thotë i kushton rëndësi të madhe edhe përcjell kohën, a ka hyrë agimi apo jo, atëherë thotë edhe dina që muezini nuk është i ngutët, pra që e thirr ezanin para kohës tina, thotë atëherë ti e ke obligim që në momentin që e dëgjon ezanin me ndërprej ushqimin e pijen. Mirë po thotë nëse ti dyshon këtë çështje, por nuk e din muezini a thirr tamam kohën e tina apo vetë edhe dyshon rreth muezinit, thotë atëherë ty të lejohet me hangër me pi derisa të bëhet e qartë agimi. Kam mbetur edhe disa pyetje do thotë rreth këtyre çështjeve, mirë po inshallah to do të vazhdojmë që mos më zgjat më shumë derisa të ardhshme. Allahu alem wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.